Frecako për president, do të regjistojnë në mënyrë vullnetare mbi 120.000 vota njerëz të cilët do të më mbështesin nga të gjitha rrethet e Shqipërisë dhe jashtë shtetit. Dhe unë do t'ju kërkoj këtyre, e disa lek do t'ju kërkoj? Për të mbledhur për fonde, 0 lek. E di çfarë do t'ju kërkoj unë këtyre 120.000 vetave? 10 mandate secilit të më bëj nga njerëzit dhe rrethi i tyre që ta t'i sqarojnë se për çfarë po luftohet. Nuk po luftojnë 2 kandidat, po luftojnë 2 profile politike krejtësisht të ndryshme. Një dylberist, një njeri që ka shitur interesat e Shqipërisë gjatë gjithë kohës, një super i korruptuar që ka vjedhur, një kleptokrat që ka vjedhur shqiptarët, kundër një kandidati që e ka treguar veten që gjithmonë ka qenë në krah të popullit. Në kohën e pandemisë, kur kemi luftuar me diktaturën botërore të shëndetësisë ose me diktaturën e Illuminatit. Edhe kemi dalë para atje për të mbrojtur njerëzin, ndërkohë që këta i vranë të 2 palët. Qoftë ky me Manastiliun, qoftë Berisha me Tritan Maskarasheun. Dhe që bëni thirrje edhe me atë çeka ajo. Pra do të jesh kandidat i pavarur, opozita është i pavarur. Opozita po të dojë të mbështes, po do mos mbështes, Si ti dosh kandidosh. Po s'më mbështeti opozita, Berisha do t'i bëj të keqen vetes dhe grupit vet.